Po për shkak të mekanizmit dhe tërësisë së sistemit të vetë që e ka ndërtuar në një mënyrë të tillë që nuk e riskon përballë një kundërshtar i cili e ka konsumuar historinë, por është vetëm në rolin e fundit të mbajtjes peng të historisë. Dhe me çdo gjë që të ndodhë, jo me protesta që organizon Sali Berisha dhe opozita, me Molotov, pa Molotov, Rama nuk është i cënueshëm dhe nuk shkojmë te kërkesa e një qeverie teknike që do na çojë në zgjedhjet parakoshme, siç thot zoti Berisha. Unë mendoj që nuk duhet ta bëjmë shumë çështje këtë punën e Molotovit. Në të gjitha qytetet e Evropës sotme, por edhe në vende të tjera, qoftë në Perëndim, mënyrat e tilla të demonstrimit dhe të protestave janë të njohura. Madje pak kohë më parë ne mbajmë mend se çfarë ndodhi në qendër të Parisit nga protesta e bujqve dhe e fermerëve. Por nuk është ky problemi. Unë mendoj që ai realizon aksioni politik i pretenduar përmes ciklit të protestave në sheshin kryesor të kryeqytetit, misionin dhe premtimin elektoral dhe politik që i ka dhënë popullit opozitar, në mënyrën më logjike dhe në mënyrë më të ftohtë, unë mendoj që jo. Po përkundrazi, kemi të bëjmë me një mikro shërbim që pse jo duhet parë edhe në kontekstin e zhvillimeve të brendshme të Partisë Demokratike. Pra, në pikpamjen dhe këndvështrimin tim, mendoj që ky aksion i kufizuar dhe i bjerur në pikpamjen e potencialitetit politik ka më shumë një leverdi për procesin e brendshëm zgjedhor që ndodh në Partinë Demokratike. Pra data 23 maj kur votohet për Sali Berishën. Pikërisht. Pra unë do druaj që ta përdor termin zgjedhje, sepse në këndvështrimin tim dhe në analizën strukturore nuk shoh një proces zgjedhjeje, por kemi një proces të rikonfirmimit, duke ruajtur jo vetëm status quo-n vetjake, por duke e krijuar atë strukturë të zotërimit të Partisë Demokratike në mënyrën më të ndenjur të mundshme dhe aspektet e tjera dhe aq më tepër çështjet e tjera duke se nuk janë pjesë e diskutimit dhe problem i marrëdhënies me kundërshtarin. Është një proces thjesht për rikonfirmim. Dhe në vetvete ky është një proces që parathot se do të kemi rikonfirmim dhe nuk kemi zgjedhje. Patjetër, aq më tepër kur është edhe një kandidat i vetëm zoti Berisha në fletën e votimit, nuk e di se si do të jetë forma, se po diskutohet ndoshta një referendumi për ta mbështetur sepse është në lojë edhe Neni Basha, por mbetet për t'u parë se si do të jetë në datën 23 maj kjo fletë e votimit. Përjashtimin e Salianit, fare nga gara, fare nga partia, si e pesë, ne kemi patur mundësi të diskutojmë për debatin Berisha-Saliani, por tashmë është zyrtare. Po, ndodhi ajo që është parathënë, ishte shumë evidente. Përfundimisht nuk mund të flitet më për një proces i cili ka të bëjë me demokracinë. Por kemi të bëjmë me një proces që lidhet vetëm me rikonfirmim. Dhe nga ana tjetër besoj që diversiteti i brendshëm në Partinë Demokratike pas kësaj mbetet i hapur dhe nuk e konsideroj një proces të mbyllur. Ndonse në pikpamjen e konstituimit, dhe ky besoj do mbetet qëllimi kryesor i zotit Berisha, do të ndodhë. Se çfarë ndodh pasaj me pasojat, edhe me efektet që burojnë pas kësaj dhe këtij procesit vetjak, kjo pasaj është një çështje që me sa duket nuk i intereson, ose e ka paraparësi të tillë në funksion të një qëllimi që tashmë i shërben maksimalisht zotit Berisha, por që e dëmton thelbësisht Partinë Demokratike dhe kauzën e opozitarizmit politik përballë shumicës politike. Mendoj se do të jetë një histori, një etapë e dytë në dyert e gjykatave, nisur edhe nga fakti që dy kandidate përfshirë dhe Evi Kokalarin, por edhe Zojën Mereme Sala nuk u lejuan të kandidonin për postin e kryetarit dhe kanë bërë hapat drejt gjykatës për ta pezulluar edhe procesin. Pra, mund të kemi një rikthim në dyert e gjykatave për Partinë Demokratike? Jam skeptik për një proces të tillë pengus, sepse në pikpamjen statutore kemi të bëjmë me një proces që është i paraparë dhe sovraniteti i respektimit dhe i përcaktimit të procesit statutor i takon Partisë Demokratike zyrtare. Në pikpamjen statutore për kandidatët, për sidomos për dy prej tyre, mund të gjenden justifikime
dhe aq më tepër të realizohen veprime formale që duket sigur e legjitimojnë mospërfshirjen e tyre në procesin e konkurimit. Megjithatë, gjithçka mund të ndodhë dhe ajo që mendoj unë është më e prishme është që a do të reagoj faktori i tretë, dhe faktori i tretë në kuptojnë ndërkombëtar. Aktorët tanë të rregjur politik siç është zoti Berisha, në raste të tilla përgatisin dhe mbartin një regji të veprimeve politike ku përgjithsisht e përfshin shpesh aktorin e tretë, faktorin ndërkombëtar. Dhe në rastin konkret, unë dua ta pranoj që zoti Berisha në heshtje ndoshta ka ndjekur një proces dhe vazhdon të ndjek një proces të lobimit vetjak, edhe në fushën diplomatike, por edhe në raport me atë që ne kemi njohur edhe zyrtarisht si lobim. Këtu kam parasysh marrëdhënien që ai ka pasur edhe ndoshta ka me Kris Çivita. Kështu që në këtë betejë janë dy rrafshe dhe janë dy pista televizive. Le të shpresojmë që në ditët e ardhme, dhe sidomos pas mbylljes së aspektit formal të datës 23 maj, të kemi ndërhyrjen e faktorit të tretë, apo qoftë shfaqjen e tij në formën e pranimit, apo qoftë edhe të refuzimit. Dhe për fund, Çipa, u bë debat shumë i madh me nismën e kryetarit të Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi për të unifikuar një vendim mbi masën ekstreme të arrestit me burg. Ka dalë tashmë një vendim dhe edhe kërkesat e para nga pala mbrojtëse e Ilir Metës ishin që zoti Meta të mos mbahet më në qeli, por të ketë një masë më të butë, por ditën e sotme është rrëzuar kjo kërkesë e mbrojtjes. U fol gjatë do përfiton të Ilir Meta, Erion Velia, Ilir Beqa, pra politikanët që po bëhet për politikanët, po të paktën në rastin e zotit Meta sot nuk i është miratuar kjo kërkesë mbrojtjes.